Skënderbeu vazhdon përgatitjet për sezonin e ri në drejtimin e trajnerit Julian Ahmataj. Pas ndeshjes së parë miqësore ndaj Strugës, stafi teknik po punon për të rritur ritmin e skuadrës, ndërsa paralelisht drejtuesit vijojnë lëvizjet në merkaton e verës. Në një prononcim për të Korça, trajneri Julian Ahmataj u ndal fillimisht te gjendja e ekipit. Formimi i grupit po konkretizohet tashmë dhe patjetër që po udhin bazat për një sezon të shëndetshëm, që kjo periudha e parë është shumë e rëndësishme dhe të urojmë që mos kemi edhe dëmtime në këtë periudhë, sepse lojtarët nuk është se vinë gjithë në formën e tyre më të mirë, por të sjellim gradualisht në formën e tyre më të mirë që t'i marrim maksimumin për gjatë sezonit. Më pas Ahmataj u përqendrua dhe të afrimet e pritshme në merkato, si dhe të testi i radhës ndaj Partizanit. Presin dhe 2-3 lojtarë të tjerë dhe pothuajse pjesa tjetër është pothuajse ka ardhur dhe është tashmë pjesë organikës. Prandaj nuk ka miqësore, por ne ka filluar një garë kampionati dhe patjetër që do japim maksimumin. Miqësoria mes Partizanit dhe Skënderbeut është planifikuar të zhvillohet ditën e diel në stadiumin Gjorgji Kyçyku të Pogradecit, duke nisur nga ora 18.